Nëse je një operues, ose operator, ose themelues, dhe ndjehesh çdo ditë i mbi ngarkuar, sikur po merr kaq shumë vendime gjatë ditës, por asgjë nuk po shkon në vendin e duhur. Ndjehesh i mbi ngarkuar emocionalisht dhe je gjithmonë duke dyshuar autoritetin tënd të brendshëm. Mbasi je gjithë ditën me skuadrën, duke biseduar me ta, duke deleguar projekte dhe përsëri ndjehesh vetëm. Mbase në le të themi në rezume ose në CV, je shumë i suksesshëm ose e suksesshme. Por brenda ti e di si ndjehesh. Ndjehesh i fragmentuar, sikur janë dy njerëz brenda teje. Je tërkohën duke dyshuar vendimet e tua. E po kjo në fakt, miq, nuk është problem strategjie. Nuk është as dhe problem kohe, sikur të kishe më shumë kohë. Nuk është dhe problem paraje, sikur të kishe më shumë para. Është thjesht një problem i fragmentimit i autoritetit tënd të brendshëm, që zgjidhet me strukturë dhe me vendimarrje të plot, racionale, në mënyrë që ti të dish se cili është vendimi i duhur në momentin e duhur për t'i vënë prioritetet në vend të duhur. Nëse kjo video ngjit me ty, mos e mbi mendo, vetëm përgjigj kësaj pyetje: çfarë është ajo pesha e një vendimi që ju po mbani në këto kohë? Më ktheni një përgjigje. Nëse mendoj që ka diçka për t'u biseduar më tej, do t'ju drejtohem unë përsëri. Nëse jo, nuk ka problem, do të shihemi në video në radhës.